Kur shkojmë para viteve 80-ta, ka qenë një kohë tjetër, një sistem tjetër. Mban mend ndonjë situatë sikletshme, me siguri plot ke pas, po ndonjë që ka asistata, kem pas ndaj tekstet, po dhe edhe në radio atëherë kanë qenë se cenzura. nuk i lën fajtor ata, sepse ata kanë pas dike mbi kry, por kemi shfrytzuar maksimumin sa kemi pas mundësi. Po zami që ishim tekstet, nuk ban. I nënmizëshin me të kuqe, ato ku nuk ban. Pastaj i përmisëshim, i qeshim prap. Prap në gjeshin t'i ku ndoj vrim, themi ashtu në... Qishran helli, si shtemi, ne? Me metaforë. Dhe kështu deri sa arrinim që t'i plasonim këngë tona. Jemi mundu gjithmonë me nxerrat më të mirën dhe edhe atëherë ka pas njerëz që na kanë ndihmu shumë, kanë kontribue, redaktorët muzikës që punën në radio, në televizion, dhe ata ishin sikur na të angazhuar për me nxjerr vlerat dhe traditës këngët adhetare me i plasue të publiku, sepse ishte dhe koha që e kërkonte një gjatë tillë. Dhe ne kemi kalu atë kohë, falë Zotit, Gjermanët e kanë një thanje, thot, çdo vështirësi që nuk të myt, të banë më të fortë. Edhe ne jemi kalit me ato kohë. Në temperatura shumë të larta. Në temperaturat larta, me varfërinë e skajshme që kemi pas si gjithë populli kudo që kanë jetue, me ato vujtje, me vështirësi, në shkollim, në ato, po ja kemi dalë.